Qytetarët e Luginës së Preshevës kanë hapur dyert e tyre për të pritur banorët shqiptar të komunës së Kumanovës pas konfliktit armatosur që po ndodh në lagjen e trimave në Kumanov. Në familjen Dauti nga Qukarka e Preshevës janë stacionuar afro 20 banor nga Kumanova. Kryesisht janë pleq, gra dhe fëmijë, pasi meshkujt e tjerë kanë mbetur në vatrat e tyre. Këto familje kanë arritur në mesditet e djeshme të vinë në Preshev, pasi nga orët e mbrëmjes është mbyllur pikalimi kufitar me Maqedoninë. Ata të trishtuar rrëfejnë për aksionin e zhvilluar në lagjet e trimave, ku shtëpit e tyre tashme janë djegur. Meranti ka kanë shumë, keq. Në Vathakun, u të tëmë qëtë pushë, Qa keni mujtë me pa atje? A keni pa diçka? Milicije që këmë pasë, kur që të të sasë. A keni qenë ngatë me venit ku zhvilloshin atë luftim? Për me shpi, për s'ka të shpijës. Po, baba me 2 gjemë është e arrestu. Edhe shpijë që jam kanë gjekë, tu 2 vllazni janë konë me një obor, tu 2 jam kanë gjekë shpijet. Gratë i kanë qitë për shpijeve, i kanë quna për katunda. A keni të informacion pëse i kanë arrestuve? Po jo, ato s'kanë kur gjoshti, që i kanë marrë, kur gjosh kanë pasë. Ato punojnë. A dini ku janë atë të arrestuve? Po në Kumanov deri prom janë konë sot, veç se ti kënë që të konë. Shkupi këshin që. Sot në Shkupi këshin që, ama deri prom Kumanov janë konë. Ndërkaq në mesin e kësaj familje janë edhe 2 meshkuj të arrestuar, të cilët po mbahen nga policia maqedone. Ata kanë frikë se nëse situata nuk përmirësohet, mund të mbesin për një kohë të gjatë jashtë shtëpive të tyre.